Po bëm një video të shkurtër, këtë po e bëj në gjuhën shqipe. Se gjithnjë janë në leksione universitarje, këto giudici patriot dura lex et lex, super Santo Silvio Berlusconi. Këtë po e bëj për Albin Balaban Pasha Kurti. Mua më vinë shumë mesazhe, por kam thënë edhe njëherë tjetër, keni kujdes nga profili im edhe nga firma ime. Megjithatë, shikoj se gjërat në Kosovë kam ardhur në zgjedhjet e marsit të 2025, si kam ndjekur vetë, kam dalë me vendime gjyqësore për Kosovën, për Shqipërinë, edhe për Rumaninë. Që hoqen atë presidenti që deshte populli dhe quan një president indikapat të çmendinës, rumen. Albin Kurti. Allora, atëre ti Albin e ke Kurti, po unë të kam quar emrin Balaban Pasha Kurti. Në rregull, jemi në rregull këtu. Je i dënuar ti. Nuk ka toka shqiptare, kam shkruar këtu unë që më para. Ashim tha që në burg edhe ti bën ato horllëqet e tua me sërbit, ja ku e ke Miloševićin. Je më i keq se Miloševići. Ti dhe partia jote. Nuk ka toka shqiptare vend për tradhtarët, për ata që e shesin Shqipërinë, që ata që e shesin kombin, që ata që nuk kanë dignitet, si punë e Sali Berishës me shok. Jeni shumë shok ju. Je fara e djallit, kam shkruar. Ti 1, partia jote 2, kush të përkrat 3, nuk i kam harruar gjërat. Është tjetër se kam edhe punë të tjera, por Shqipërinë unë asnjëherë nuk e harroj. I kam shkruar, Albin Kurti është super fara e djallit. Fakoshisti SS. Banda Soros, Papa Vojtila Balaban Pasha. 55-35. Lindu nga nëna super raca e bushtrave që kanë fjetur me djallin. Fakoshisti SS me origjinë nga Serbia. Keni edhe një vendim që do zbadhet. Va bene Albin Kurti. Këtu e mbyllim këtë muhabet. Edhe tu vi turp tu vi. Shikoni edhe Maqedoninë. Edhe Maqedonasit kam që këtej, unisën edhe ai një qelbësir mundi, një birk, më vjen ashtu që baban e ka pasur të mirë, më thanë këta Maqedonasit, edhe të gjitha votat ai ja dha Maqedonasit. Qa doni tashi? Ku shitet vendi? Qelbësirat e drekit, ndurësira.